La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jam duke lexuar në një libër rreth gjurmëve të më të mirëve të ummetit, prej sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe brezat që i pasuan. E patjetër që në gjurmët e tyre gjejmë për herë atë që është më e mira për ne dhe jetën tonë. Gjejmë qëndrimet e tyre dinjitoze, krenare, por gjejmë njëkohësisht ujin e fytyrës së gjithë secilit prej tyre, qëndrimet dinjitoze dhe mbi të gjitha forcën e besimit, e forcën e diturisë që kishin e që së bashku i tërhiqnin drejt një përkushtimi të jashtëzakonshëm. Dhe kështu mbrita tek një gjurmë e sahabiut të dashur, Hazreti Said ibn Zaid, Allahu qoftë i kënaqur me të. Tek Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, por jo vetëm, gjejmë këtë ngjarje që na tregon për një ndodhi kohë pasi pejgamberi alayhi salatu wasalam kishte ndruar jetë. Dhe një grua e quajtur Urwa bint Aus e akuzon tek kadiu i vendit Hazreti Said ibn Zaidin se i ka grabitur diçka. Dhe jemi në gjyq. Kadiu i thot se kjo zonjë të akuzon se i ke grabitur një copë tokë. Sahabiu i dashur e shikon dhe thot, unë të grabis diçka, pasi kam dëgjuar atë fjalë të madhe të Resulullahut alayhi salatu wasalam, i thot dhe çfarë ke dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thot e kam dëgjuar duke thënë, kushdo që grabit, qoftë edhe një pullam tokë, ajo do t'i lidhet në qafen e tij sa 7 fishi i tokave, si një dënim nga Zoti i gjithësisë për zullumin e tij të madh. I thot kadiu, nuk të kërkoj më asnjë argument mas kësaj fjale. Mirë po, sahabiu i dashur nuk ka përfunduar akoma. Atij i është përbalt imazhi, atij i është bërë një padrejtësi e madhe, për të është hedhë balt për diçka që nuk e ka bë. Edhe thot, Allahumme, i lutet Zotit të gjithësisë, Allahumme, o Zoti im, nëse ajo po gënjen, vërboja syt dhe merrja shpirtin në tokën e saj. Subhanallah, kalojnë ditë dhe ajo vërbohet. Dhe në një ditë, teksa është duke ecë në bashën e saj, ajo bie në një grop edhe vdes. Thuhet se pasi u vërbua, ajo thoshte, më ka kapur duaja e Said ibn Zaidit. Këtu përfundon ky regjistrim edhe kjo ngjarje që e gjejmë tek Imam Buhariu, por jo vetëm. Është e frikshme, është e dhimbshme, por ka disa mësime shumë të rëndësishme të dashurit e mi. E para, muslimani për asnjë arsye në botë nuk bën me e shit ujin e fytyrës. Muslimani për asnjë arsye në botë nuk bën me toleru aty ku përbaltet imazhi, dinjiteti, krenaria dhe personaliteti i tij. Ka një mësim shumë të madh që na mëson se në ditën e gjykimit të gjithë ata mjeran që janë rrejt nga bukuritë e pasunitë e pozitat e kësaj bote, e që kanë grabit këtu e atje, e kanë shkel këtu e atje ku nuk është e tynja, ajo ka me ju lidh në fyt si ndëshkim nga Zoti i gjithësisë, sepse i kanë bërë padrejtësi shumë kujt në këtë botë. Dhe kjo dosja e madhe e padrejtësive të panumërta që janë bërë shqiptarëve në veçanti, sidomos në këto 36 vite të fundit, pas vitit 1990, është një dosje kaq e madhe sa veç një Zot e din, se sa njerëzve të pafajshëm i është grabit toka, e jashtë marrë mundi, e jashtë marrë djersa, e janë falsifiku letrat në favor të dikujt, që nuk është i Zoti i asaj, që sot e gëzon, e që patjetër nuk ka për t'i pas kur bereqet, e nuk ka me pas kur bekimet e Zotit. Është një hadith, apo një ngjarje, shumë e rëndësishme, që na mëson njëkohësisht, se kur dikush të ka hyrë në hak, edhe Zoti i din të gjitha, edhe i sheh të gjitha, dhe i lutesh Zotit tanë, për atë që të ka bën zullum, Allahu Azza wa Jall ka me t'u përgjigj. Ka me ju përgjigj edhe femuhuesit, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, sepse ndërmjet lutjes së atij që është bën zullum,
edhe Zoti të gjithësisë nuk ka perde. Prandaj të dashur të shtrenjtë, na mësojnë këto ngjarje dhe këto momente që për herë me rujt dinjitetin ton, mos me u tërhek asnjëherë nga ajo që është hak, edhe është e jona, në çdo situatë të jetës. Se përse po e hap këtë temë dhe përse po e drejtoj këtë këshill pikërisht sonte, sot, në këtë ditë, sepse ne çdo ditë e më tepër po vazhdojmë të shohim e të ndëgjojmë për zullumet të panumërta që njerëzit i bajnë njëri tjetrit në këtë botë, në këtë vend, në këtë shoqëni. E burimin e kanë te mosbesimi në Zot, sepse ka shumë njerëz sot që bajnë zullume të panumërta, edhe mendojnë se nuk do t'japin llogari, mendojnë se nuk do të ringjallen, mendojnë se nuk ka Zot, e mendojnë se Zoti janë vetë ata, rinia e tyne, forca e tyne, pushteti i tyne, por të ngratët nuk e kthejnë pak kokën pas me pa të shkuarën, ku i kanë baballarët, gjyshrit. Të gjithë do vdesim një ditë. E ai që ka jetuar me dinjitet dhe ka fituar me halal, ka me vdek me dinjitet dhe ka me u ringjall me faqe të bardhë. E ai që ka jetuar me faqe të zezë dhe larg dinjitetit dhe ka grabit që nuk është e tija, dhe ka shkel hakun e tjetrit, e ka hangër hakun e tjetrit, dhe ka ba padrejtësi në këtë botë, edhe ma i madhi i botës po të jetë, ka me u largu me faqet e zezë dhe ingratja i nesër në ditën e gjykimit. Pra, me faqet e zezë në këtë botë e me faqet e zezë në jetën e përteme. Është një realitet që e shohim dhe e ndëgjojmë çdo ditë, edhe nëpërmjet shumë emisioneve, e bashkëbisedimeve, e statistikave, që sa bahen edhe ma të frikshme, duke na dëshmuar për një fenomen për herë e ma vrastar në këtë realitet dhe këtë shoqëni ku jemi. Prandaj, kjo është një thirrje për të gjithë të dashurit e mi. Kjo është një thirrje zemre. Kjo është një thirrje nga dikush që i don të mirën gjithkujt, edhe atij që ka gabu, sepse asnjëherë nuk është vonë për të kthyr, dhe asnjëherë nuk është vonë për të heq dorë nga haramet, dhe jeta e haramit, dhe jeta e zullumit, sepse jeta e haramit dhe jeta e zullumit nuk kanë kurrë bereqet. Dhe Islami, feja, libri i Allahut, pejgamberët të tij, na duan njerëz të halalit, dhe na duan njerëz me faqe të bardhë, dhe na duan njerëz që e kanë frikë Zotin, e jetojnë me dashninë e tij për të ringjallë me mëshirën e tij nesër në ditën e gjykimit. Allahu ju dashtë.